Në fillim mendova që të bëja një story vetëm shkrim, por më pas mendova me video do ishte më mirë se ndoshta më kushtoni më shumë vëmendje. Portale, faqe, kudo që jeni në çdo lloj rrjeti social, ju lutem, stop. Nuk jam kthyer muslimane, nuk jam mbuluar dhe mbi të gjitha dhe më e rëndësishme për mua si Sara sa i përket karakterit të lidhjes time, nuk më ka detyruar askush të bëj asgjë. Është absurde mënyra se si po trajtohet në disa portale, më vjen shumë keq sepse ne kemi dashur vetëm për të çojmë një mesazh për tolerancë edhe për këto përkushtimet shpirtërore që bëhen nga një partner për partnerin tjetër. Ju nuk e dini se çfarë po mbarti për mua, kështu që lejeni fare këtë diskutime. Tjetra, edhe ignoranti që është më rënd nga trut e di që momenti që ti shkon në xhami si vajzë apo grua duhet vendosësh një shami në kokë. Unë nuk vuaj për klikime. Mbi të gjitha, ju lutem, nuk jam aq ignorante sa të luaj me një simbolik të tillë fetar në një moment të jetës time i cili nuk më lejon që unë të bëj clickbaits të tillë kaq negativ. Këtu te kjo video do t'ju lë edhe insight se që të kuptoni që nuk na intereson fare ta bëjmë për klikime këtë gjë, se kemi mjaftueshëm dhe mbi gjitha kemi projekte më kuptimplota edhe më përmbushëse se sa thjesht një foto në Instagram. Un kam një emision që po vjen, Bardhi ka 11 këngë, shumicën e ka duete me këngëtar të cilët ju i doni jashtëzakonisht shumë edhe jam shumë e sigurt që do bëjnë namin. Nuk na duhet kjo gjë, ne thjesht ju bëm pjesë të gëzimit ton. Unë respektoj çdo lloj feje të mundshme që ekziston. Mua nuk më trembin njerëzit që kanë besim ndryshe, mua më trembin njerëzit që nuk besojnë në Zot edhe ata më duken sikur janë realisht më në gjendje të bëjnë gjëra të këqija se sa ata që besojnë në një fe që është ndryshe nga imja. Unë vazhdoj të ngelem besimtare e krishterë, ortodokse, thjesht ju përkushtova vetëm për një ditë, një rregulli që ndiqet në një ritual nga njeriu që unë dua më shumë në këtë botë. Merrni gjërat pak me sportivitet, ju lutem, se nuk është çdo gjë keq dhe për famë në këtë botë.